Vendimi për caktimin e pensionit minimal në vlerë për 150 euro që prek për 200.000 pensionistë. Vendimi për rritjen e shtesave për fëmijë me 50% mbi nivelin aktual që prek rreth 400.000 fëmijë. Vendimi për rritjen e pagës minimale në 500 euro që prek në pjesë të madhe të punëtorëve të sektorit privat, gjithashtu prek edhe të rinj që janë angazhuar përmes platformës Superpuna, si dhe gratë dhe hona të cilat përfitojnë nga shtesat, dhe miratimi i ndryshimit të plotësimit të ligjit që mundson heqjen e kufizimit të punësimit në sektorin privat për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që janë përfitues të benefitit të veteranëve. Janë edhe një sër marrëveshje ndërkombëtare që janë në rritje për të thirrur edhe planin e rritjes së bashkimit, e që do të jenë prioritet i ynë si qeveri që të sillim sa më parë në kuvend dhe shpresoj që ju, deputet të nderuar, do të keni vullnetin që të më mbështesni me votën tuaj.